Prej një qershorit në Lezhë ka nisur zbatimi skemës së re të menaxhimit të mbetjeve. Në të gjitha zonat janë hequr kontinjerët dhe mbeturinat, nxirren sipas orareve të përcaktuara për familjarët dhe bizneset, për të marrë më pas nga mjetet e pastrimit. Ndërkohë qytetarët dhe bizneset që nuk zbatojnë rregullat e vendosura do të përballen me penalitete që variojnë nga 10.000 deri në 20.000 lekë të rinj. Ky vendim është miratuar nga Këshilli Bashkiak. Duhet jemi të gjithë sa jemi këtu në Këshill. Nuk mund ta imagjinoj që dikush të krijoje një situatë që nuk shkon në vjeshmërinë e kësaj. Ata që kanë qef penalizohen vetë, që nuk duhen të zbatojnë ligjin, atëherë që janë problemi, nuk do shkojmë me thonë tjetër, aman dërman, se unë nuk do të penalizoj ty, po ti bë çfarë dush, nuk marrin vesh. Me skemën e re të pastrimit, Bashkia Lezhë synon të përmirësojë ngjeshëm menaxhimin e mbetjeve në të gjithë territorin, ndërsa objektivi është eliminimi i ndotjes dhe garantimi një mjedisi më të pastër, si në zonat urbane, ashtu edhe ato rurale. Kjo nisëm synon të rrisë cilësinë e jetesës dhe standardet e higjienës për qytetarët. Se mas të japim privati shumë